Në vitin 2010, kur unë isha në proces kualifikimi dhe kam ndjekur një modul për gjatë studimit master, për sa i përket etikës komunikimit dhe kulturës europiane, ku trajtoheshin çështjet e integrimit të Shqipërisë. Pra, që në 2010 rezultonte që Shqipëria në aspektin e legjislacionit, udhëzime apo dhe direktiva që duhet merrte qeveria shqiptare, duhet realizonte rreth 60.000 ndërhyrje në çdo fushë. Pra ndërhyrje në formë ligji, në formë urdhësh apo udhëzimesh, dhe madje kishte edhe kapitull të veçantë ku vetë Bashkimi Evropian i ofronte gjithçka. Pra i ofronte dhe metodën, pra çfarë duhet bënte, dhe në të njëjtën kohë dhe parat. Dhe i vetmi kapitull që ne e kemi pas 100% nga Bashkimi Evropian gjatë gjithë kohës, është kapitulli 27, i cili ka të bëjë me mjedisin. Pra, është shërbim pasardhëtia që ofrohet. Pra, është diçka ndë më të rëndësishme, por që ndërthuret, sepse 4 janë shërbimet bazë që ekzistojnë, pastaj gjithë tjerat janë derivate. 4 shërbimet bazë janë pasardhëtia, energjia, relaksi dhe siguria. Pra të 4, duke u ndërthur me njëra tjetrën, shkojnë në produkte apo shërbime alternative, sipas Bashkimit Evropian, në nivelin e parë, që është baza, domethënë që do ta ketë çdo shtet, shkohet në 417 shërbime, më pas niveli tjetër që është akoma më i lartë, mbi 2000-2200 shërbime, dhe pjesa elitare që është maksimumi i maksimumit, deri në 4000 shërbime alternative. Pra, Shqipëria nga viti 2010 dhe deri më sot nuk ka bërë asnjë gjë. Madje në shumë fusha ka degraduar totalisht. Dhe është e pamundur që të eci përpara në këtë formë.